بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar ashtësi që meriton ai xhella shanu. Selamat ja dërgojmë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij, dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut të lartësuar shpjegimet nga komentimi i Kur'anit famlar të surës Al-Baqara, që neve jemi gjithsesi tek ajeti 106 dhe 107, ku me lejen e Allahut të lartësuar sot do shpjegojmë të dy ajete të shkurtra, por që kanë domethënie të madhe dhe neve na dhon dobi të rëndësishme në disa kapituj të rëndësishme të dijes islame. Allahu Jalla wa Ala, pasi që na shpjegoi në dersin e kaluar që idhtarët e librit nuk kanë dëshirë dhe nuk dëshirojnë që juve muslimanëve të ju vjen asnjë e mirë nga ana e Zotit tuaj, Allahu Jalla wa Ala në këto dy ajete na tregon diçka shumë të rëndësishme përkitazi me kuptimin e Kur'anit famlar dhe mbarvajtjen e fesë Allahut azza wa jalla dhe kompletimit të saj. Thot Allahu Jalla wa Ala: "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allaha ala kulli shay'in qadir alam ta'lam anna Allaha lahu mulku as-samawati wal ard وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير." Allahu Jalla wa Ala thot, ne nuk e abrogojmë ose pezullojmë asnjërin nga ajetet tona, e që të mos ose ta hedhim në harres, e që të mos sjellim edhe me të dobishëm se ai, ose sikur ai të ngjashëm. Dhe thot Allahu Jalla wa Ala, a nuk i ke ditur ti se Allahu Jalla wa Ala është i plot fuqishëm për çdo gjë? A nuk i ke ditur se Allahu ti përket gjithë shka ka në qije dhe në tokë, pra i përket sundimi i qijeve dhe i tokës, dhe se pos Allahut nuk keni as mbrojtës as ndihmëtar. Kjo ajet, dashur vëllezër, ka shkak të zbritjes. Ka shkak të zbritjes. Shkaku i zbritjes së këtij ajeti, ulema islami thonë janë dy ngjarje. E para, mushrikët e Mekës kanë thënë që si është puna e këtij Kur'anit që herë urdhëron për diçka, e pas një kohë e ndalon atë çështje, ose e zëvendëson me diçka tjetër. Pra, kanë gjetë arsye për mos me besu Allahu Jalla wa Ala. Arsyeja tjetër është që jehudët që kanë qenë në Medinë kanë thonë, nuk ka mundësi që në fenë e Zotit të ketë abrogime, të ketë, domethënë, anulim të një dispozite dhe zëvendësim të një dispozite tjetër. E Allahu Jalla wa Ala po thot në këtë ajet, ma nansakh min ayatin. Thot, nuk e abrogojmë ose pezullojmë ose anullojmë një dispozitë të një ajeti, që është, domethënë, në ndalesë ose në një urdhër, se kjo vetëm në ndalesë dhe në urdhra vjen, e që mos ta zëvendësojmë një ajet me një dispozitë më të mirë se ajo ose e ngjajshëm me të. Për arsye se kjo shkencë është në veti, an-naskh wal mansukh është shkencë prej shkencave të Kur'anit famlar, por gjithashtu është një prej kapitujve shumë të rëndësishëm të usul fiqhut, që pa e ditë këto nuk ka mundësi njeriu me komentu librin e Allahut azza wa jalla. S'ka mundësi. Dhe ne kemi thënë në fillim të sureve të Kur'anit, fillim të kapitullës Al-Baqara, që Kur'ani famlar nuk komentohet nga vetja jonë, nga mendja jonë. Po komentohet Kur'an me Kur'an. Kur'ani vetë komenton Kur'anin. Komentohet nëpërmjet haditheve të Rasulullahut sallallahu alaihi wasallam. Komentohet nëpërmjet sahabëve të cilët e kanë kuptuar Kur'anin famlar. Nëpërmjet gjuhës arabe të rrjedhshme. Nëpërmjet imamëve të mëdhaj, 4 imamëve të mëdhaj e kështu me radhë. Nëpër ulemave të cilët kanë qenë tefsirologë të mëdhaj dhe kanë komentuar Kur'anin famlar dhe ne sot e kemi. E Allahu Jalla wa Ala po na tregon që
Për me marrë vesh Kur'anin, du të mi marrë vesh edhe këto ajete, të cilat janë ndru dispozitat mbrana Kur'anit famlartë, gjatë zbritjes së Kur'anit famlartë, gjatë kompletimit të fesë së Allahut, sepse ata të cilët nuk e besojnë Allahun kanë gjetë ujna, kanë gjetë veç mos me hyn fenë e Zotit, kanë thënë, ja, po, sot po zbret një dispozit, po anulohet, po vjen një tjetër. Kjo aludon që Muhamedi do të thonë për vetit. Jo, do të për me arsyetu mosbesimin e tyre, pasimin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thonë s'ka abrogim, s'ka derogim të ajeteve, as të Tevratit, e as të ajeteve mbrana Tevratit. E Allah azza wa jall po ju thotë që jo, që ka abrogim mbrana Tevratit, po dhe mbrana Kur'anit, sepse derisa të kompletohet feja e Allahut, Allahu xhalla wa ala lejon, urdhron, ndalon e kështu me radhë. Pra kjo shkencë në gjuhën arabe do të thotë zëvendësim. El-mansukh anulim. Në aspektin gjuhësor. Në aspektin shariatik, dashur vëllezër, do të thotë anulimi i një dispozite, urdhri apo ndalese që ishte në fuqi më parë me një dispozit tjetër që vjen me vonë nga Allahu subhanahu wa taala. Kjo është an-nasakh wal-mansukh në shariatin e Allahut. Ne kemi disa ajete të Kur'anit në këtë formë. Dhe pa e marrë vesh këtë çështje, s'ka mundësi me marrë vesh Kur'anin. Në kohën e Aliut radhiyallahu ta'ala anhu, u hy Aliu radhiyallahu ta'ala anhu në xhami. Dhe ka pa një njeri duke marrë ders. E ka pa një njeri duke marrë vajzë, duke i friksuar njerëzit për Allahun xhalla wa ala. Aliu ka thënë, shko pyete, a e din dispozitat e pezullimit të ajeteve dhe të zëvendësimit me dispozita tjera? An-nasakh wal-mansukh. Shko vete, a e din? Kanë shku e kanë vetë dhe e kanë pyet, kanë thonë, po thot Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, a i din këtë dobi, a i din këtë kapitull të fesë Allahut, këtë kapitull të tefsirit të Kur'anit? Ka thonë, jo, ka thonë, del bijamis. Del, ka thonë, bijamis edhe te ma me majtë vajzë, kur heq. Pse ka qitë Aliu bijamis? Sepse pastaj e komenton Kur'anin që pas shefit vetë. Pastaj vjen edhe del, thot, veç 2 namazë i kemë obligim. Sigur që ka ndodhë të na. Po dhe se vjen me qudina pastaj në fejnë Allah të zogjel. Tani vjen thot se kemë obligim namazin, se veç 2 i kena, ose 3, ose qështë t'ja mërmenja ati. Ose thot, po se kemë obligim Ramazanin. Se veç na i dit me rinu, so gajle. Edhe shumë të tjera të cilat pastaj e bon që robit devijan nga feja Allah të zogjel. E kur devijan pastaj, o gjallar t'i kanë fajt. Jo me o gjallar t'i kanë fajt, po t'i e hynë not me një vend që s'di not. T'i e hynë e ujra që s'di not. Ta ka marrë menja që e komenton librin Allah si pas qefit. Jo. Allahu xhalla wa ala, deri sa është kompletu feja, ka pru dispozita, i ka anullu, i ka zëvendësu me tjera. Me jo vetën e juve, a dini dikush me ma këllëzu ajetet tila që ka në Kur'an, në gjarje tila. Jo me ajetin bukfal, mësë mi ngushtu. A dini në gjarje, ma tregu që kjo në gjarje ka qenë, edhe o zëvendësu me qëta. Kush tha kiblen? Kibla edhe pirja alkohol. Pra musliman, ju në falë nga Bejtul Maqdis, nga Mesjidul Aqsaja. Ka qenë urdhër i Allahut që mu falë ka Mesjidul Aqsaja. Edhe është ndërprej kjo urdhër. Ka urdhër i ri, kthehuni ka Mesjidul Harami. Kthehuni ka Qabeja. Dhe pirja alkoholit, e lexon ti në Kur'an ajetin, la taqrabu s-salata wa antum sukara. Ajeti është halal. Mos u afroni namaz duke qenë të dehur. Kur ka zbrit kjo jetë? Ka qenë në Mekë. Pra feja ka qenë duke u zhvillu. Alkoholi s'ka qenë i ndalur tërësisht. Kur kanë ardhur në Medinë, fa hal antum muntahun, Allah xhalla wa ala zbret ajetin tjetër që e zëvendëson dispozitën e këtij ajeti, apo jepni fund kësaj pune. Ndërprejnë mo, haram është për ju. Edhe është ndërprejnë. Fillimisht, muslimanët janë folë në mëngjes edhe në mbrëmje. Në mëngjes edhe në mbrëmje ka 2 rekate. Është zëvendësuar kur është ngrit Resulullah sallallahu alaihi wasallam në Miraj me 5 kohët e namazit.
Fillimisht, agjerimi s'ka qenë obligim, kanë agjeru ditë të caktuara. Kur kanë ardhur në Medinë, Allahu xhalla wa ala thotë ja ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Ju është bërë juve obligim Ramazani dhe ju anulua të ditë të caktuara. Pra, është plotësu feja Allahu xhalla wa ala. Gradualisht është plotësu feja e Allahu xhalla wa ala. Fillimisht, kur ka vdek ndonjë gruas, kur i ka vdek burri, që janë ajete gjithashtu, e ka pas obligim me qëndru tek shtëpia e burrit të vet 1 vjet. S'ka pas drejt martesë. Është zëvendësuar me ajet të Kur'anit 4 muaj edhe ditë. Është zëvendësuar me 4 muaj edhe ditë përveç asaj e cila është shtatzane, e cila derisa të finë shtatzanin nuk lejohet që të largohet dhe të martohet me tjetër. Domethënë këto janë ajete të cilat është kompletuar feja e Allahut azza wa jalla. E mushrikët kanë qit ujna. Jehudët kanë mohu krejt këto. Pse e kanë mohu dashur vëllezër? Pse e kanë mohu? Për arsye se e kanë mohu në mënyrë që mos ta besojnë derogimin se kanë thonë me besu ne që ka anulim të një dispozite. Edhe në Tevrat, po edhe më herët se ne, po edhe në Kur'an, atëri bie që ne duhet ta mohojmë, duhet ta besojmë derogimin e Tevratit krejt edhe pasimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E Allahu xhalla wa ala na tregon që edhe tek ata ka pas derogime, ka pas abrogime. Allahu xhalla wa ala e ka çu njerëzimin tokë. Fillimisht ka qenë Ademi dhe Hava. E kanë pas të urë më martue vlla me motër, se s'ka pas njerëz. Pasi unë shumë e kanë ndalu këtë çështë. Ka pas dispozit, është ndalu ka në dispozit e re. Nuhu a.s. pasi që ka zbrit për janijës, i ka pas të lejuar të gjitha kafsh ngrënjën e tyne. Pas një periudhe, ju kanë ndaluar disa kafsh tjera dhe ju kanë lejuar disa kafsh tjera. Musa a.s. Ibrahimi a.s. dispozit ka qenë me bë kurban djalin e vet, Ismailin. Urdhër, dhënë Allahu xhalla wa ala. Pastaj Allahu e anulon dhe e bën që të thirret kurbani dhe jo djali. Musa a.s. e ka pas urdhër që ata të cilët e kanë adhuru viçin me i mbyt prej Bene Israelve. Pastaj Allahu xhalla wa ala e abrogon dhe i thotë jo, ndalo dhe zëvendësoje me tjetër për arsye se dojnë me shku poshtë krejt. Jakubi a.s. e ka pas të gjitha halal, pastaj e ka anulu dhe e ka bë halal vetës e vetë, ato të cilat ai ju ka betu Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra Allah xhalla wa ala ju tregon atyre që edhe në Tevrat ka pas abrogime. Edhe në Tevrat ka pas abrogime, jo edhe ne më tregojmë që edhe në Kur'an ka. Për arsye se për mu plotësu feja Allahut subhanahu wa ta'ala. Për mu plotësu feja Allahut xhalla wa ala. Në këtë formë Allahu i lartësuar ka urdhëruar diçka dhe ka ndaluar diçka. Në mënyrë që të ketë dobi robi, qoftë në dynjan e tij, qoftë në ahiretin e tij. Disa gjëra i ka lehtësu, e ka anulu një më të shtirë, e ka lehtësu një, disa gjëra i ka leta, i ka largu, i ka bërë disa më të vështira, si punë e Ramazanit, në mënyrë që shpërblimit jetë më i madh. Se xheneti shumë i shtrejt. Për këtë edhe Allahu xhalla wa ala thot ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Sot çdo ajet nuk abrogojmë ose pezullojmë ndonjë ajet, ne mos ta zëvendësojmë me më të mirë se ai ose sikur se ai. Allahu subhanahu wa ta'ala. Për këtë arsye muslimani i shtohet imanin këtë punë dhe nuk i dobësohet imani. Edhe kur i dinë robi këtë shkencë e cila për neve do të merrte shumë kohë ta shpjegojmë llojet e saj, llojet e neskhit dhe mensukhit, llojet e saj, me çka abrogohet ajeti me ajet, ajeti me hadith, kështu më radh, po më rëndësishmë është që kjo është kapitin ose është kapitulli i veçantë në usul fiqh, në bazat e fiqhut, gjithashtu në shkencat e Kuranit, që kur të vjen koha inshallah taala me shpjegu ulumul Quran, shkencat e Kuranit, të cilat janë këto, një prej tyre është edhe abrogimi i ajeteve dhe zëvendësimi i tyre me të tjera, e që është wajibi, e që është mendubi suneti, e që është gjërat tjera me çka komentohet Kurani, gjitha këto e kompletojnë komentimin dhe tefsirin e Kuranit. Këto neve duhet me na dhamë mësim vëllazër, se për ditë neve na dalin ka një njeri i cili komenton Kur'anin bazë mendjes së tij.
Për ditë neve na dalin te shqiptarët fatkeqësisht. Pastaj devijimi është i sigurt. Devijimi është i sigurt. Për arsye se ai prek aty ku zot me prek. Thot ai bësh gale me pi alkool, veç mos me hi namaz me ta. Apo lexon aga ujë Kur'an, çashtu është. Ajeti është, po, dispozita është ndruar me dispozitën tjetër. Ajeti lezohet për shkak të sevapit që ti me fitu. Jo praktika e tij. Më ka ndodhur rast një plak, më ka thonë hoxha, e di që për një çështje familjare, këtë rastin që thash më herët, ajetin që thash më herët, Allah thot në Kur'an, tash më shpjegon atij, 70 vjet. Që dispozitor zëvendësuar. Qysh ti për mohon ajetin e Kur'anit, bën çfarë thënë. Këto është shkencë në veti. Për me marrë dhe me komentu pastaj librin e Allahu xhalla wa ala. Dhe mos me deviju, do të me qitë në binar të shëndosh. Ne nuk e komentojmë nga mendja jonë. E as hoxhallarët shokët e mi, e as ata që kanë qenë para meje. Sepse këto na i kanë gatuar sahabët. Ulemaja ndaj e kanë hudhë në binar të fsirën e Kur'anit. Komentin e librit Allah. Ne vetë do të shkojmë dhe ta sfigojmë ashtu siç e ka komentuar ulemaja dhe jo ne ta komentojmë nga mendja jonë. Sepse ajetet e tilla, tham, janë disa prej ajeteve, nuk janë shumicë, por një pakicë e ajeteve, mirë po që janë ajetet e cilat janë zëvendësuar derisa ka ardhur te ajeti që Allahu xhalla wa ala thotë al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Deri te ky ajet që ka zbrit ditën e Arafatit, sot për juve për sosa fen time ndaj jush, edhe dhuntimin time ndaj jush. E kam përsos fen, s'ka më derogime, abrogime, zëvendësime të dispozitave. Edhe jam i kënaqur që Islami të jetë feja juaj. Pra deri te ky ajet ka ndodhur që Allahu xhalla wa ala më zëvendësu ajetet, dispozitat e halalit me dispozita tjera. Për arsye se libri i Zotit këtë na i tregon rrugën e qartë. Edhe neve na i bën me dije që ai i cili e ka njet me hyn fen e Allahut, ai hen kollaj, edhe i njeh dispozitat e Zotit. Ai i cili nuk e ka njet me hyn fen e Zotit, ai ka me gjetë 100.000 arsye veç mos më u fut fen e Zotit, sikur se jehudët, të cilët i kanë gjetë 100.000 arsye. Vetëm me kundërshtu Kur'anin famlar, sepse kanë ditë sakt që nëse e mohojnë dhe nëse e aprovojnë derogimin e dispozitave, e din fort mirë që do ta duhej ta pasonin Isaun alayhis salam fillimisht. Fillimisht ta pasonin Isaun alayhis salam dhe ta besonin si pejgamber të Allahut dhe ta ndjeknin Injilin. Pastaj kur vjen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e abrogon dhe e derogon edhe legjislaturën e Isaut, edhe legjislaturën e Musaut, sepse është Kur'ani famlarta i cili është legjislatura e fundit e Allahut xhalla wa ala tokë, e që edhe në Kur'anin famlart, derisa plotësohet feja e Zotit, ka pas zëvendësime të dispozitave të halalit dhe të haramit, derisa është kompletu feja e Allahut subhanahu wa taala. Kur vjen te rasti i ndrimit kiblës, sahabët kanë qenë ajib njerëz, çuditshëm. Por po çepa e përmendni si rast. Sahabët e Rasulullah kanë qenë njerëz të çuditshëm. Na çudi në bukurinë e tyre, në besimin e tyre. Kanë qenë në namaz një pjesë të tyre. Namaz kanë qenë. Duke fal namaz. Ka Beitul Maqdis, ka Mesjidul Aqsa, kanë qenë duke fal namaz. Ka ardhur një prej sahabëve, ka thonë, o njerëz, a e dini që i ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ajeti me ndrru kiblën më kthy kaçabja? Namazin kthy. Namazin kthy. S'ka pas pyetën me thonë, a be leje këto namaz, ai. Çao vogë puna sot ne na ton ne. Edhe me prish namaz, jo, se kam prish namazin vallahi. Veç këtë rast më nal me studiu muslimani mjafton. E kanë kthy kiblën komplet, tjetërënon, komplet, edhe e kanë vazhduar namazin e tij. Sepse e kanë ditë që derisa të plotësohet feja e Allahut, ka domethënë zëvendësime të dispozitave me dispozitave të mira ose të ngjashme me to. E ai që se ka jetë me hyn feja, ai pastaj gjen arsye të ndryshme. E Allahu xhalla wa ala pastaj thot: "Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal ard. Alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir." A di ti o Muhammed që ti e din që Allahu është i plotfuqishëm për çdo gjë. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal ard. A di që Allahu xhalla wa ala në dorën e tij është sundimi i qiellit dhe i tokës. Ai është i cili e zbret konja të doj prej Robert vet librin e tij. Ai është i cili i ka kriju krijesat e tij. Ai është i cili ju ka dhënë jetë krijesave të tij.
Ajo është i cili i ndron dispozitat e tij ashtu siç dëshiron ai, me urtësinë e tij. Sot thot bënë këtë vepër, nesër thot mos e bënë këtë vepër tjetër. Sepse është në dobi tonë. Vetëm Allahu xhallahu ala është ai. Nasikh anulusin këtë rast është Allahu xhallahu ala, jo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi nuk ka prek dispozita apo ajo urdhri prej Allahut xhallahu ala wa taqaddasat asma'u. Por vetëm Allahu është ai i cili i ndryshon gjërat sepse është krijuesi i gjithësisë, është krijuesi jon. Dhe për të na sprovuar neve, a do ta ndjekmë fen apo jo? A do të kem lohatje apo jo? Kur i lexojmë këto ajete, a kem na më dyshjen fen e Allah apo na i shton imanin fen e Allah subhanahu wa taala? Muslimani i vërtet është ai i cili e ndjek rrugën e Resulullah, e ndjek komentin e ulemave dhe nuk devion nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Vetëm këtë fond dashur vëllezër. Për këtë arsye jo për çdo kujt merret dia. Jo për çdo kujt merret dia. Sepse Aliu radhiyallahu anhu ka qenë për xhamisë ka qenë jashtë. Aliu radhiyallahu anhu, sahabe, i përgëzuar me xhenet. Nuk ka qenë ai duke bërë diçka të keqe, ka qenë duke ju mësuar njerëzve fe. Dhe ai din këto rregulla? Jo. Ai din rregullat e tefsirit Kur'anit? Jo. Del jashtë apo? Del i xhamisë. Se smire dia për teje, sepse ti ka thonë, e shkatron veten edhe i shkatron të tjerët, ka në rivajet. Ti e shkatron veten dhe i shkatron të tjerët. E devion veten dhe i devion të tjerët. Subhanallah. Për këtë arsye, ky ajet shumë është i rëndësishëm me marrë vesh thirrsat në Islam. Me marrë vesh muslimanët në përgjithësi, që më na tregon neve që po ani famlar është i kompletuar ashtu siç ne sot e kemi në dorë me gjitha dispozitat e Allahut, me po neve na lyp se ta mësojmë dhe ta studiojmë. Dhe jo ta lexojmë një ajet dhe ta kuptojmë ashtu siç mendja jonë kupton. Ashtu siç mendja jonë i merr mendje. Sepse në këtë çështje s'ka na merr mendje. O është ashtu siç ka thënë Allahu, o domethënë më mirë dhe komentohet në bazë të komenteve që Allahu xhallahu ala na ka mësuar nëpërmjet sahabeve, nëpërmjet Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe nëpërmjet ulemave të mëdhaj të dinit tonë, të cilët e kanë çu jetën e tyre duke mësuar fenë Allahut azza wa jall dhe duke mësuar komentin e Kur'anit famlar. Përndryshe, nëse nuk i ndjekim këto hapa dashur vëllezër, devijimin e kem të sigurt për arsye se pastaj prekem aty ku nuk duhet të më prek, sigurisht që kanë prek të tjera. Kanë prek të sahabët. Kanë prek të sahabët. Kanë prek të ulema e mëdhaj, duke ja marrë mendja që e njohin Kur'anin nga vetja e tyre. E rregull me në këtë rregull, ai që prek të sahabët devijimin e ka të sigurt. Ai që prek të sahabët devijimin e ka të sigurt. Sepse Allah xhallahu ala nuk lën që dikush me vazhdu jetën e tij, kur i ka prek njerëzit që Allah thot radiyallahu anhum wa radu an. Allah është i kënaqur me ta, edhe ata janë të kënaqur me Allah. Nuk lën Allah xhallahu ala me i prek evliat e tij. Ai që prek të sahabët devijimin e ka të sigurt. Ai që prek të Resulullah sallallahu alaihi wasallam, devijimin e ka të sigurt. Ai që prek të gratë e tij të ndershme, s'pështon nga devijimi vetëm me pendim të sinqert. Gjithë ata thirrsa që ne i njohim sot, që i kanë hyp skijave në zall, kanë prek të këto që neve i ceka më herët. Ose kanë prek të sahabët, kanë pa ata njerëz me janë si na. Ata njerëz ata gabojnë. Ja, sa është. Ose kanë prek të nderi Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë qysh me bani qa, Aisha i ka pas 11 vjet, qysh me bani qa. Më thonë, sa s'pedin dhe më thonë Resulullah, këtë qështë se ka ditë Allahu xhallahu ala, kur i ka thonë ati që lejohet. Më thonë, ka prek në gjërat të cilat mundohet mi kuptu me kohën e sodit. Së më është mi kuptu ti në kohën e sodit, ato që i ka ndodhë para 1400 vjetë. Nuk e din që shka qenë rrethanat në atë kohë, që shka qenë ligjet e asaj kohë, që shka qenë zhvillimi femror në atë kohë, zhvillimi mashkullor në atë kohë. Jo me kuptu me feminizm këtë çështje në këtë kohë. Feminizmi thotë që shtu edhe në tash dalë. Jo, se tani pastaj e merr veten qafë. E merr veten qafë dhe i merr të tjerët. Dhe pastaj del dhe llëmotit. Allah më kanë gjujt mua se s'isha deviju pa xhallartën. Jo, xhallartë kanë për obligim me mbrojt dinin e Allahut. Çdo kush që e kundërshton fenë e Allahut haptazi, ne kemi për obligim me mbrojt fenë e Allahut haptazi. Çdo kush që e kundërshton heshtazi, le. Ama Kur'ani kuptohet kështu këtë formë.
Këtë formë ka thënë Allahu. Ne ja abrogojmë një ajet e bimë të mirë sa ai. Ne në fillim se kem ndaluar alkoolin, e kem ndaluar më vonë. Gradualisht ka shkuar duke i ndaluar gjanat. Dikush të po mirë, pse se ka ndaluar alkoolin në Mekë? Po mirë, në Mekë cili ka qenë prioriteti? Cili ka qenë prioriteti? Tauhidi. Allahu xhalla wa ala i kushton rëndësi prioritetit në Kur'anin famlar. Na vetëm me marrë dhe me studiu mirë Kur'anin, e dim si mi u qas davetit. E dim si mi u qas davetit. Si mi i thirr njerëzit në Islam. Në çfarë forme mi i thirr, ashtu siç i ka thirrë Resulullah. S'ka qenë prioritet me i ndalu nga alkoholi. Për arsye se ata kanë bërë shirk, e kanë adhuru dikon tjetër, jo Allahun xhallahu ala. Kur ja u ka largu shirkun nga zemra, edhe u shfut tauhidi, njëshmëria Zotit. Atëherë kanë ardhur duke u ndalu gjanat. Nuk ka dobi nëse ti ja ndalon dikujt një diçka, kur ai se beson Allahun xhallahu ala fare hiç. Se beson ditën e gjykimit. Domthon, është një njeri që pin dohon, edhe ti tash i thua, "Nale dohonin, haram dohonin." Kur ta këshirsh ai se beson Allahun, Allah, ai s'është të besu ditën e gjykimit. As s'është të besu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çfarë dobi e ka me lënë dohonin për shemb? Duhet me ditë si me u qas, sepse Kur'ani në këtë formë na ka mësuar. Kur i ka pru dispozitat, kur i ka analu dhe i ka zëvendësuar me tjera, jo me pas me dyshje, po me na shtu imanin, trajten, mënyrën se si me ju qas njerëzve në davet. Se kanë pas obligim shamia në Mekë. Kur u bë obligim shamia? Medinë. Se kanë pas obligim agjerimi, kur u bë obligim agjerimi? Medinë, pse? Mekë ka qenë diçka më e rëndësishme. Më e rëndësishme. Kur e ka shtiru Mekën? Pse se ka shtiru se ka qenë në Mekë? As ka pas mundësi me botollovi? Jo, ka pas mundësi. Po çka? Përderisa e kanë pas shirku në zemër, ka qenë problem me u ballavaçu me ta. Kur Resulullah sallallahu alaihi wasallam mendimin e Allahut azza wa jall, Allahu i ka vëzu, ja u ka largu shirkun nga zemra. Ja u ka zëvendësu me iman. Pastaj ata vetë kanë shtiru Mekën. Vetë i kanë thy putnat që kanë qenë mbrana. Po pa ja hek në zemër putnat, edhe në kokë, s'mundesh me ja hek jashtë. Këtë formë dashur vëllezër, duhet t'i kuptojmë këto ajete që ky ajet rastisi që t'jetë në këtë kohën e fundit me do ndodhi që ka ndodhur në vendet tona, mirë po nuk ka qenë qëllimi i tillë, mirë po komenti i Kur'anit është në këtë formë. Dobia e këtij ajeti është në këtë formë, që Allahu subhanahu wa taala këtë ajet e ka zbrit posaçërisht për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirë po në mënyrë direkte, domethënë i akuzon dhe i javshtjellon gabimin e jehudëve të cilët kanë qenë në Medinë dhe ju tregon që abrogimi ka qenë edhe më herët, ka qenë edhe mbrana Tevratit, po për t'ju treguar atyre që ju për shkak të kokforcisë juaj dhe për shkak se duhet të anuloni komplet Tevratin dhe Injilin dhe ta pasoni Resulullah sallallahu alaihi wasallam, për këtë shkak ju nuk e besoni abrogimin dhe ndërrimin e dispozitave të Zotit mbrana librave të tij. Gjithashtu edhe mushrikëve të Mekës ju tregon që nuk është çështja se ju nuk jeni ty e ditë këtë çështje, se derisa të kompletohet feja e Allahut ka ndryshime të dispozitave, po për shkak të mendjemadhësisë, për shkak të pozitës, për shkak të pasurisë dhe prejardhjes, jeni duke mohuar rrugën e xhenetit, rrugën e Allahut subhanahu wa taala dhe rrugën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, për të vazhduar inshallah taala në dersin e radhës me ajetet të tjera të cilat Allahu xhallahu ala ja u bën me dije sahabëve që vetëm i praktikoni wala tasalu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Dhe mos e pyetni Resulullahun shumë çysh e kanë pyet Musën shokët e vet. Këtë ajet me ajetet tjera do i shpjegojmë në dersin e radhës. Duke lutur Allahun xhallahu ala që të na falë neve dhe juve, kem dobi nga komenti i Kur'anit famlar dhe dalmi para Allahut faqebardh. Allahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.